nuk kanë qenë gjitha të viteve të mia në qeveri apo të kontributeve që lidhen me mua. Unë kam dhënë kontributin tim në vite, në shërbimin e automotorizimit shqiptar, që e ndjeva shumë fort të herë që ka dhënë një impakt shumë të madh të qytetarëve dhe që më është kthyer një investim i jashtëzakonshëm, mendoj unë, në të mirë të tyre, që është kthyer edhe në këtë zgjedhje, sepse unë isha shumë më i ri nga ana politike si partijak, po isha shumë më i njohur për shërbimet dhe për ato transformime në disa prej agjensive kryesore shqiptare që me sa duket njerëzit nuk i harrojnë. Edhe këtu nëse do ta krahasoja vetëm shumë me rivalin, më thonë za Erion Braçe, ai ka qenë në mos gaboj që në të 6 në parlament, domethënë ka një jetë praktikisht. Sa i bie 30 vjet, 29 vjet në bangot e parlamentit, dhe normal që nuk mund të krahasohet dot, nuk ka një krahasim mes meje dhe zotit Braçe për nga rezonanca politike, për nga rezonanca partijake, për nga Partia Socialiste në kuptimin qoftë e vjetër, qoftë ajo e organizatave, dhe kjo ka qenë, të themi, se duat i përgjigjen, se me që dhe shpesh jam akuzuar si një, po themi, garus në kushte jo të barabarta, por në fakt nuk ka qenë një garë krejt, themi, e barabartë në shumë aspekte, dhe për këtë arsye më duhet se s'bën që t'jem në shumë për këtyre studieve dhe të flasë dhe të them ndoshta e zgjata pak në fakt. Jo, pa problem. Çfarë fushate ka bërë Blendi Goxha? Me një gjuhë të moderuar, duke shkelur terrenin cep me cep, duke i takuar qytetarët të gjithë, pa dallim bindjesh partijake, dhe në atë terrenin që more përsipër kryesisht tek kombinati, tek njësia 6 në mos gaboj, del më i preferuari dhe më i pëlqyeri dhe si individ kur flasim me qytetarët e asaj zone. Më pëlqejnë shifrat, edhe me shifra, po të analizojmë se tashmë ishte mbyllur pjesa e votës brenda vendit, edhe në fakt kam qenë kandidati më i votuar në përqindje për njësitë ku ka pasur një drejtues politik, siç kam qenë unë, pra krahasuar me gjithë njësitë e tjera urbane, kam qenë votuar pak mbi 40% të njësisë, pra të votës Partisë Socialiste në njësi, ndërkohë që kandidatët e tjerë kanë qenë 37%, 30%, 25% e poshtë, dhe kjo vjen edhe për një ndoshta mënyrë qasje, e cila unë nuk dua fare të gjykoj të tjerët, po mendoj që na ka dhënë dorë për zonën, mendoj, po them më e vështira, apo mbase më e vështira e Tiranës, ishte kombinati për nga problematika që ne kemi trashëguar atje, pra mendoj që ishte sfidë shumë e fortë, por na ka ndihmuar fakti që ne nuk e policuam kombinatin, ne nuk e kufizuam kombinatin, ne nuk e trysnuam kombinatin. Unë në fushatën time, ekipi im, se ka pas të tjerë që e kanë bërë? Porosia ime kryesore, ka pasur edhe obsesion shpesh, se kandidat jemi, njerëz jemi, edhe ke manin që zona ku je të mos shkelet nga tjerë, të marrësh sa më shumë vota të Partisë Socialiste nga ajo zonë. Fakti tregon, dhe faktet natyrisht do jenë në gjykimin e gjithë dhe mbrapa, që jo vetëm kanë hyrë dhe kandidat tjerë dhe kanë marrë vota, por nuk besoj se do ketë një organizat në zonën që unë drejtoj, që të mos i kem thënë disa herë që hiqin i posterat e mi, nuk kam printuar as një bluzë, nuk kam bërë as një kapele, nuk kam darë përveç se një posteri të vogël tip flet volanti që ne kemi bërë me treguesin si votohet, që ne natyrisht kemi ndarë në zyrat tona electorale, nuk kam ngjitur as një poster në as një mur, nuk kemi në 2 mitingje dhe kur ka ndodhur që kanë nxjerrë në një poster timin, i kam kërkuar ta heqin. Sepse nuk doja ta personalizoja, dhe nuk doja ti trysnoja. Ishte një zonë ku drejtuesi politik, për arsye që nuk vareshin nga drejtuesi politik i mparshëm, shkoi në një qark tjetër, në qarkun Dibër, në këtë rast zëvendës kryeministra Belinda Balluku, e pamundur për që në këtë qark, në këtë qark, por në njësinë administrative 6, sepse ishte në një qark tjetër, zona nuk ka pasur në 3 vitet e fundit, themi, një drejtues politik i cili ose një deputet i cili nga zgjedhjet e fundit t'i ndiqte nga pranë. Ka qenë një mosbesim dhe një vështirësi e tyre për ta kuptuar sepse njerëzit zgjidhen kombinat, por pastaj njerëzit hiqin nga kombinati, dhe u atashova në kombinat edhe me një podcast që e bëra dhe për t'i treguar atyre që unë po targohem me ju, ne jemi me ju, ne nuk do të hiqim me njëherë pas zgjedhjeve, të paktën përsa varet nga unë dhe përsa unë do bëj me kolegët e mi dhe kudo me gjithë lobimin tim për kombinatin, nuk diskutohet që ata nuk duhet kishin më merakun që do hikte deputeti që ata do zgjidhnin, dhe mendova që mënyra më e mirë ishte që të mos trysnonim, që të mos detyronim. Nuk besoj se do dali një person që do të ketë qenë i shtrënguar në zonën ku unë kam drejtuar për të votuar se s'bën ministrin Goxha. Domethënë nuk e kam bërë këtë gjë dhe mendoj që kjo shpagoi
bollshëm në rezultatin që erdhi. Nuk kam dalë në për rrugë dhe në për trotuare, në për dyqane që të hyjë njerëzve në privatësitë e tyre, në shtëpitë e tyre duke u hapur derën e oborit dhe duke u shfaqur befas në për oborit e tyre, nuk e kam bërë të gjë. Kam respektuar faktin që zona ka shumë nevojë për vëmendje politike dhe për vëmendje nga qeverisja qendrore vendore, por që duhet ishte me një takt sa më të edukuar që ata ta kuptonin që këtu ka një qasje serioze, pra takimet janë politike, të mëdha, kemi bërë shumë town hall-e, takime po themi në format rumbullak me njerëz të cilët dhe më dëgjoni, po dhe dëgjoja shumë pyetjet e tyre, mundohesha të mbledhja bashkë, duke i mbledhur bashkë, edhe unë nuk kisha se ku ti shpëtoja pyetjeve dhe problematikave që do dilnin, nga ana tjetër shkon dhe si ministër, kur shkon si ministër, e ke shumë të vështirë që ti hikësh, sepse ai thotë ti je pjesë e kabinetit, ti nuk ke ku ikën. Pse nuk është bërë kjo gjë? Pse nuk është koordinuar bashkia me ministrinë përkatëse këtu? Pse s'ka funksionuar kjo? Kemi 4 vjet, 5 vjet që nuk funksionon kjo gjë. Etj. Dhe kështu që e përmenda më parë ekuilibrin. Sado mund të ketë pasur njerëz që kanë menduar se të shkosh si ministër je avantazhuar, duhet ta dinë gjithë që të shkosh si ministër në fushat është e kundërta. Pra mendon se nuk e qeni favorizuar as pak për postin ministror që mban aktualisht? Mendoj nga eksperienca që jetova, nuk është favor i madh shkosh si ministër. Pikërisht sepse përçmëria nga ministri është shumë e lartë, pikërisht sepse ministri presupozohet duhet zgjidhë legalizime, çështje pronash, rrugë, kanalizime, drita, tabele, deri tabelat e trafikut rrugor të lagjeve, ku një lagje kërkon që të heqë tabelën nga ana vet, lagja tjetër kërkon të vërin tabelë ndalim qarkullim nga ana vet. Dhe e gjitha kjo përkthehet në një themi presion i cili është shumë herë më i madh se sa ndaj një kandidati i cili shkon dhe thotë unë do shkoj në parlament për ju, unë do po marr shënimet nga ju, unë nuk kam lidhje me asnjë përgjegjësi me këto që ju ka ndodhur ju. Qeverisja ime ndoshta ka, po unë jo, ndërsa kur je antar i kabinetit është më e vështirë. Pra, ka të mira dhe aspekte veta negative të kandiduar si ministër. Unë kam një problem të madh që ministria që drejtoj është udhëheq numrin më të madh kapitujve për negocimin me Bashkimin Evropian. Ministria jonë nuk mbyllet dot, jo se e ka mbyllur njeri, por në një farë mënyrë ka pasur ministri të cilat kanë një agjendë më të ndryshme nga ajo që unë kam pasur. Ministria jonë ka qenë e re, sapo formohej, 3 portofole, as një vit kohë që nga momenti i aktit normativ për buxhetimin e buxhetit të ri të ministrisë sonë vjet, kur formon një ministri me DAP-in që kemi ne, me skemën tonë të rekruttimeve, doj muaj të plotësosh ekipin, dhe kështu që unë kam shumë pak muaj që merrem me ndërtimin e kësaj ministrie dhe në një farë mënyrë kjo më ka penalizuar. Nëse ka pas një aspekt penalizues ka qenë vështirësia e madhe me Mekin, ndërkohë që edhe kandidat. Dhe ndërkohë unë nuk isha 6 vjet ministër, nuk isha 5 vjet ministër, nuk ishte një ministri e ndërtuar, e strukturuar që ndrohet ministri. Edhe kjo gjë ka qenë shumë. Ishte ristrukturim nga fillimi, por që u shkrin 3 ministri.